Si përzgjidhen? Pas një diagnostike, ta quaj, të cila kinezët e bëjnë përmes tongë, do të thonë gjuhës dhe pulsit. Këto janë metodat e vjetra kineze, të cilët duke shikuar gjuhën, shikon organet. Për shembull, maja e gjuhës është zemra. Nëse është shumë e skuqur, atë ka probleme me zemrën. E mora si shembull, dhe organet janë të vendosura, disa ana, disa në mes, stomaku për shembull është në mes, veshkët janë në fund, zora trash është afër stomakut atje, dhe të gjitha këto na japin një pasqyrë. Por edhe puls diagnoza, vendosja, ne masim disa pulsit. Kinezët kanë 28 pulse, të cilat matën edhe organet. Mua më ka ndodhur në praktikën time, duke e testuar një pacient dhe them, zotëri, sikur nuk e veshkët, nuk e kam, sepse veshka... Ju e keni dalluar vetëm përmes pulsit? Pastaj, është shumë e rëndësishme se përmes pulsit mund të zbulohet, nuk po e shpikun, mund të zbulohet, ta quaj fëmiu, do të jetë djalë apo vajzë, sepse... Është dhe kjo e mundur? Edhe kjo është e mundur, sepse majta e djatha janë, njëra është femërore, një tjetër është mashkullore, dhe nëse pulsi në njërën nanë është më i fuqishëm se nanën tjetër, atër tregon se është më tepër ta quaj fëmiu mashkullor. Këtë kanë bërë perandori i verdh, cili e ka shkruar librin e parë në gjuhën kineze, Huanai Dinei Jing. Është një bashkëbisedim i librit, që është libri i parë në botë, që është shkruar për akupunktur, shpejt do ta them, dhe ai e takon një grua shtatzan në pallat atje dhe thot djalë, ky thot vajzë, djalë, dhe thot futem brenda dhe lind aty dhe kanë lind djalë dhe vajzë, dhe thot të dytë kanë pas të drejtë, sepse kanë qenë perandori verdh, ka qenë meritat më të mëdha i ka për akupunktur. Ka dashur shumë dhe ka shkruar, dhe është shumë interesante të thuhet se të gjitha pikat këtu, nuk ka mund njeri të lëviz. Doktor, çfarë mund të dalloni nga pulsim? Mund t'ju ofroj dorën dhe mund të më tregoni se çfarë metode? Duhet 2 duar, zakonisht me 2 duar. Do t'i largoj bijut? Jo, pak. Jo, kështu të lutem, kështu. Prometër është mirë, po pak pulsi është pak i përshpejtuar, po jo shumë, sigurisht ndoshta... Nga ritmi i jo, po, të gjithë moderatorët... Jo, përveç pulsit dhe përveç rajës se këtë, mund ta kuptojmë dhe ne, domethënë, mund ta kuptojmë, po sigurisht, sepse pulsi ka ato numërimet e veta, varësisht edhe nga forca në shkollë, është normale, është mirë, nuk ka diçka shqetësuese, por që duhet kohë më e madhe për ta dëgjuar, por tani janë zbuluar disa pajisje të cilat e studiojnë dhe japin sikur që siç është EKG dhe ajo është për puls. Ayurveda merret më tepër, është një trajtim ta quaj indian, i cili tregon më shumë.